Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radiomarisë së Kosovës. Do lusim së bashku mbrëmsorën e parë të së dielës së javës së 4 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java 4 e Psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. Dëgjo o krijues dashamirës, me lot po të lutemi, ndër agjerime të shenjta ke themeluar kreshmet. Gjërmues hynori zemrave që njeh dobësitë e forcave, atyre që ka t'i kthehen i jepu hirin e faljes. Vërtet kemi bërë shumë mëkate, të penduarve jepu mëshirimin, e me lavë të emrit tënd të dobëve jepu shërimin. Kështu trupin jashtë dërmoje në nshtroja agjërimeve dhe mendja e përkor t'i shmanget njollës së fajeve. Ndihmo Trini e lume, na lejo një nije vetme, për të tu të jenë të frytshme, këto dhunti frenimi. Amen. Antifona e parë. Të shkoj me gëzim në shtëpinë e Zotit. Psalmi 122. Përshëndetje Jeruzalemit, qytetit të shenjtë. Se që gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tashmë këmbët tona shkelën në dyert e tua, o Jerusalem. O Jeruzalem, qytet i ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një copë të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullorës në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prithë mbara atyre që të duan ty, mbretrof paqja në muret e tua dhe qetësia në pirgjet e tua. Për dashurin ndaj vëllezërve e miqve të mi, do të them paqja me ty. Për dashurin ndaj shtëpisë së Zotit hyjton, do të lutem t'i kesh të gjitha të mirat. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Të shkoj me gëzim në shtëpinë e Zotit. Antifona e dytë. Zgjohu o ti që fle, ngrihu nga të vdekurit. Krishti do të ndriçoj. Psalmi 130. Prej humnerës të thëras. Prej humnerës klithat e ti o Zot. O Zot, dëgjoje britmën time. Leta dëgjojnë veshët e tu zërin e lutjes sime. Nëse do t'i mbash mend pa udhësit o Zot, e kush do të qëndroj para teje, por të ti gjendet falja që të dim të druajmë. Shpresoj në ty o Zot. Shpirti im shpreson në premtimin e ti, e pret shpirti im Zotin, më tepër se rojtarët agimin. Më tepër se rojtarët agimin, le të shpresoj Izraeli në Zotin, sepse te Zoti është mëshira dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do ta nxjerrë Izraelin prej të gjitha pausive të tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zgjohu o ti që fle, ngrihu nga të vdekurit, Krishti do të ndriçoj. Antifona e tretë. E pa kufi është dashuria jote o Zot, të vdekur për shkak të mëkateve tona, ti bëre që ta rifitojmë jetën në Krishtin. Kënga marrë nga letra Filipianëve kapitulli 2, rreshti 6 deri në 11, Krishti shërbëtori hyjt. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyj. Barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të, por ja mohoi vetvetes. E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, dhe përka pamja e jashtme, duke i vetëm njeri. E përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve. Dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë.
i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. Dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. e pa kufi është dashuria jote, o Zot, të vdekur për shkak të mëkateve tona, ti bëre që ta rifitojmë jetën në Krishtin. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 2 rreshtat 1 dhe 2. Prandaj nuk do të kesh si të arsyetohesh, o njeri, kushdo të jesh që gjykon tjetrin, sepse duke gjykuar tjetrin dënon vetveten, mbasi ti që gjykon i bën të njëjta gjëra. Dhe ne mirë e dim, gjykimi i hyjit zbatohet sipas të vërtetës, kundër atyre që bëjnë vepra të tilla. Përgjigje e shkurtër. Ai që e do vëllain e vet, mbetet në dritë. Ai që e do vëllain e vet, mbetet në dritë. Nuk ka në të asgjë të errët. Mbetet në dritë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Ai që e do vëllain e vet, mbetet në dritë. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Hyi aq fort e deshi botën, sa që dha një të vetimin birin e vet, kështu që secili që beson në të, të mos birret, por ta ketë jetën e pasosur. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrezoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. hyi aq fort e deshi botën, sa që dha një të vetmin birin e vet, kështu që secili që beson në të mos birret, por ta ketë jetën e pasosur. Lutjet e besimtarve. Ta madhërojmë Zotin i cili kujdeset për të gjitha krijesat. Atë ta thrasim me fjalët: O Zot, jepua shërbimin tënd bijve të tu. O Zot, ndarës i dhuratave dhe burim i së vërtetës, dhuroje kolegjumin e i peshkvive me dhuntit e tua, ndërsa besimtarët e tyre ruaj në mësimin e apostujve. O Zot, jepua shërbimin tënd bijve të tu. Der dhe dashurin tënde mbi të gjitha ata që ushqehen nga vetmja bukë e jetës, dhe me këtë gosti hyjnore në mënyrë edhe më intenzive të bashkohen me trupin e birit tënd. O Zot, jepua shërbimin tënd bijve të tu. Na mundso që nga vetja ta zhveshim njeriu e vjetër me veprat e tija dhe të vishemi me Krishtin, birin tënd, njeriu e ri. O Zot, jepua shërbimin tënd bijve të tu. Bëj që të gjitha ata që rrëfejnë mëkatet të fitojnë faljen e tyre dhe të bëhen pjesëmarrës të pajtimit të cilin na e ka mundsuar biri yt Jezu Krishti. O Zot, jepua shërbimin tënd bijve të tu. Bëj që të ndjerët pa ndërprerë të të lavdërojnë në lumturinë tënde, ku shpresojmë se edhe ne do të mund të arrijmë. O Zot, jepua shërbimin tënd bijve të tu.
Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, ti që me anën e fjalës sate e pajton mrekullisht gjinin njerëzore, bëj po të lutemi që populli krishter të përgatitet me nxitim, me për shpirtëri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtet e ardhshme, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin ton, që me ty jeton e mbretëron në bashkëkim me Shpirtin Shenjtë Hy, për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.